Mirë mbrëma të ndëruar teleshikues, mirë se po takohemi edhe këtë javë me emisionin personale. Sonte në studio kemi të ftuar një personalitet që përfaqëson një nga kapitujt më dinjitoz dhe më me peshë të historisë sonë të re. Një intelektual, inxhinier dhe profesor nga Peja, i cili në ditët më të errta dhe më të vështira për popullin ton, nuk e zgjodhi spektatorin, por u bë protagonist i një lëvizje më fisnike dhe kombëtare. Nga udhkryqet e viteve të 90-ta, krah për krah me profesor Anton Qetën dhe Mark Krasniqin, a ishte ndër zërat e parë dhe aktivistët kryesor të lëvizjes për pajtimin e gjaqeve, nga aksionet e para në Raushiq e deri te tubimet historike si tek Vera e Lukës. Sonte do të sjellim një rrëfim për plot kujtime e prapaskena, po ashtu edhe reflektime mbi të djeshmen dhe të sotmen e shoqërisë sonë. Në një bisedë krejt personale me profesorin Riza Krasniqi. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit shumë për ftesë krenare. Është kënaqësi me të vërtetë që t'ju kem të ftuar në emisionin personale për herë të parë, që sjellni rrëfimin tuaj personal, por natyrisht që lidhet edhe me historinë tonë të re. Pra një punë, një aktivitet goxha i guximshëm i asaj kohe, sidomos i viteve të 90-ta, që ka kërkuar guxim, po ashtu edhe mendim që të bashkangjiteni në një lëvizje që ka qenë mjaft e rëndësishme, ndoshta mund të them kështu edhe si e para që nisi edhe për themi lagjurmet e para për shtirimin e Kosovës. Por, natyrisht që do të ndalemi tek pjesa e parë, me qenë se ju kemi të ftuar në emisionin personale, sepse shikuesit e di që ju kam parë shpeshherë në intervista, duke sjellë rrëfimin pikërisht për këtë ngjarje, po ashtu edhe aktivitetet të tjera, por jo të flasin edhe për juve personalisht, sidomos për familjen tuaj, pra aty ku gjithçka nis dhe qëndron prapa çdo suksesi të çdo personi. I kemi edhe fotografit e para që do t'i shohim në ekran dhe do t'i komentojmë. Do të shohim kështu, pra po nisim me familjen tuaj, na tregoni pak për familjen, si ka qenë, themi ndoshta edhe fëmijëria juaj në qytetin e Pejës dhe vazhdojmë pastaj edhe për t'i komentuar edhe të tjerat. Krenore, na e kem si zakon familjar, çdo fund vitit i bëjmë fotografitë familjare. Unë bashortja dhe 3 fëmijë. Nuk kom 2 vajza, tringën dhe rinën dhe djalin drinin. Po si vjetë e bëm një përjashtim edhe në verkën fillum i bë këto fotografi familjare, se po jenë kujtimit shumë të mira, kujtimet më të mira që po jenë. Shumë bukur, po. Edhe i bënin në Peja, po i bënin në Prishtinë? Jo, jetojnë në Prishtinë, se fajtor është kjo vajza madhe tringa, se kur e kreu shkollën fillore, kërkoj marrë në Prishtinë në një shkollë të mirë, në shkollën amerikane, e une ne gjenerata janë jem mësu që shkolla mbite gjitha, arsimi është mbite gjitha. Edhe unë them për fajtë saj erdhem, pasaj patëm sukses se kjo e kreu shkollën amerikane, këtu e kreu universitetin, pasaj e fitoj bursën, edhe 2 vjetë ishte në Amerikë, në George Washington, ka magjistruar atje. Vajza dytë, Rina, është për momentin Ljubljanë. Duket më rënda këtyre 2 muajve duhet me magjistru, kurse djali Drini është studenti i parë që ka kryer shkollën e mesme në Kosovë dhe është regjistruar në Universitetin e Harvardit. Edhe është një gjë që kom dëshirë shpesh me thonë, për shkollimin e të 3-ve, nuk di a besoni sa kom paguar. Nuk kom paguar as 1 centi. Pra janë shkolluar me forcat e veta? Edhe është tek ne pak problem, pak, ndoshta është shumë problem, pse në zanësve tonë, shkollave të mesme nuk ju tregoj mundësi që ekzistojnë. Kur unë ju thom shokve, Harvardi, është problem mu regjistru, se nëse tornat vjetore i ke ma pak se $200,000, Harvardi e pagun vetë shkollimin, pavarësisht nga je. E tash, nuk di cila familje në Kosovë tek ne, i ka tornat vjetore $200,000. Të më thonë, Drinit, komplet Harvardja ka pagu shkollimin, pëse unë si kom pas $200,000. Sigurisht. Tringa i ka fitu 2 bursa në atë kohë, Fulbrightin edhe KF-in, të 2-jat janë Kosovë. Bile për Fulbright o desh me hek dorë, se s'ka mujt 2-jat. Prandaj është mëkat, pse ne fëmijëve tonë nuk ju tregojmë në përshkolla sa janë mundësitë e mëdha që me studiu jashtë dhe me marrë një diplomë të mirë.
Po kjo është një ndër problemet që ballafaqohet shoqëria jonë që është ndoshta themi kështu pikë dopt, që është arsimi. Do sigurisht do në trajtim në vete. Do të shohim edhe fotografitë të tjera nga pjesa e parë, pra po flasim për familjen tuaj. Kjo është një fotografia do duhet të ishte e para. 15 korrik 1990, ku në atë kohë në dasmat tona nuk bëhej muzikë. Edhe unë po bisedoj, Bajram Kelmendi, Azem Shkreli, kanë qenë atë kohë Anton Qeta, Mark Krasniqi, u qushim alternativë. Tash, ko më martu, a me bo muzika jo. Bajram Kelmendi më pa thonë, rizë nëse s'ki pare t'jep jone, se ne duhet me bo muzikë. Profesor Marku në kom pas një ndërmjeq më të mirë, a edhe ndase me kom atë detaj, e citoj Lahutin e Malësis. Qau ka qelë mere Lahutin dhe në thuj një kongë shqiptare, se nuk mbajmë zi pa dalë fare. E thira Danin, Ramadan Krasniqi në kom pas shok klase, Dani thash qështu, Valarica kur kush s'po bon muzikë dhe nuk mu i mardë, thash krejt alternative në ke aty. E ja thanë thashin ata po vi. Edhe Dani ka orë pa pagesë. Në më thonë, në atë kohë me 15 korrik, ka qenë dasma e parë në pej, e cila ba me muzikë. Me muzikë. Po, se nuk mbajmë zi. A keni pasur për ndjekje pasaj, sepse edhe kjo ka dash një guxim. Ashtë pjesë e jetës, ishte pjesë e përditshme. Ishte që di mos me qeni për ndjekun. Po, sigurisht, sakt. Do të qëjmë fotografitë të tjera. E këtu janë diplomimet e fëmijëve. Shifet Buzëqeshja. Kjo është një ndërditet më të lumtura të jetës, është diplomimi i Tringës në Universitetin George Washington. Është ndjenje pa përshkruar, sepse unë asandër nuk kam parë që fëmija mi do të studiojnë dhe do të marrin diplomat nga universitetet më prestigjioze në botë. Vajza e madhe, Tringa, dashuria e parë dhe shihet gëzimi. Mendoj që fotografia flet më shumë se krejt që ka kisha me folë. Sigurisht, dhe është ndoshta një barë shumë e madhe për prindrit, sidomos në Kosovë, pra ku e tërë bara bie mbi familjet, pra bie mbi prindrit për shkollimin e tyre, sepse shumë pak e dim që mirët shteti, andaj pra si për të mirë, si për të keq, gjitha i merë prindi për sipër. Po shpresoj që do të përmirësohen punë, se është tem pak e rëndë se investon shteti. Unë para disa dite isha në disa aktivitete, edhe bana një analizë në universitetet më të mira në botë, në 100 universitetet më të mira. Ministria e Arsimit për bachelor jap 5.000 euro në vit, kurse për master jap 7.000 euro. Shiqova 24 studenta e kishin fitu, njënën, 49 tjetërën, bike diku 603.000 euro, ka dhanë shoqëria jonë, shteti jonë, për studentat që studiojnë në universitetet më të mira në botë. Kur e krahasojsha me buxhetin 3 miliardë 600 milion, i binte që në çdo 100 euro, shteti jonë jap, besoni ose jo, 1.66 euro për studentat më të mirë që studiojnë jashtë. Po thonë për 100 eurove, shoqëria jonë don 1.66 euro. Një cent, jo euro. 1.66 cent. Cent. E ka Joe Biden, ish kryetari i Amerikës, një shprehje që shumë pëlqen. Thotë mos më tregoj çka vlerëson. Tregoj ma buxhetin ku e harxhon, edhe unë tregoj ty çka vlerëson. Ti kot flet, tregoj ma parët ku i harxhon. Kjo tregon sa ne investojmë në studentat më të mirë. E plot gojën e kemi shkollim. Shohim fotot, ja këtu është djali. Në Harvard, universitetin më prestigjos botë. E përmenda Drini ditën kur ka diplomu në Harvard, ja mora të shabon për kapuqin të ashon njerë, se në për veti si kemi pas ato shansa me studiu jashtë dhe më doke vetja. Harvard është universiteti më i mirë në botë dhe qka do që flet është ditën kur e kishin javën e Harvardit, studentat naftun e prindve, edhe unë kom një dobësi ndaj librit, kom pas doherë, mas pari shku në bibliotekë. Edhe pe pysat bibliotekisin, sa libra i ka, sa me ju tërgu me numër, çdo ditë ndryshon. Po për momentin, nëse vendosim nga 2 metra e gjys, ishte dhe në 3 ato raftet me libra, gjatësia e qasaj biblioteke në Universitetet Miranda ishte 83 kilometra. Edhe unë u thojsha në atë kohë pe Prishtinë krejt kohën, para me ndo thojsha në njënën kahje. Krejt rrugën me pas libra 2 metra e gjys deri në 3. Do të thonë kjo është sa Harvard jeqmon librin. Sakt. Në çfarë drejtime, prof?
Çfarë drejtime kam përfunduar? Ekonomi. Ekonomi. Shojmë edhe fotografi të tjera? Kjo është një foto me shumë domethënie që e keni përzgjedhur. Na tregoni çka simbolizon. Kjo është synetia e Drinit. Kur e kam vendosur emrin e Drinit, e kem vendosur si në atë kohë kon simbol të bashkimit kombëtar, se vetëm Drini e lidh Maqedoninë, Kosovën deri në Shqipëri, e lidh 3 qytetet tona, 3 shoqëritë, shtetet tona. Edhe Drini vetëm në përqamëri nuk ka lënë. E në atë kohë pa ta kërku që me pas veshën e qamëve, në mënyrë që edhe qamëria me qenë krenare, na kemi jetu për çështje kombëtare, në atë kohë kon tjetër, ju e rinjisë është pak ma vështirë më shpjegu këto, se për ne në konë andër këto bashkimi kombëtar. Që vazhdojnë të mbajnë ende dhe natyrisht që do duhej kështu të mos zbehej. Vazhdojmë të shohim edhe fotografi të tjera. Po kjo? Kjo është dita e parë kur jam kthy prej lufte. Shtëpia djekun, po shihet mbrolat e mia. Pa punë, e kisha bashortën shtatzane me Drinin. Mirë po është ndoshta një porosi që mos u dorëzoni. Se unë këtë fotografi e kom në moshën 40 vjeqare. Se kom lind vitin 59, kjo ka qenë 99 kur jem kthy. Edhe nëse Amerikanë thonë në moshën 40 vjeqare fillon jeta, unë në moshën 40 vjeqare kom fillu me borgje. Se kur jem kthy prej luftës kom pas borgje, që kom pa marrë deri sa jem konë ullqin. Kurse kur njeriu punon ndershëm, unë e kom edhe një bindje kur punon për çështje kombëtare, Zotit ndihmon. Edhe sot i kom të gjithat. Edhe kom thënë një herë që kur jem kthy këto ditë mas luftës, më pa pyet Zoti çka po don pas 20 vjetë, as gjysmën e kësaj që e kemi sot nuk kisha ditë mja kërku. Prandaj nganjëherë Zoti ka plane më të mira për ne, po sa ne që i kemi për veten. Edhe ne duhet m'ja bë punën. Profesor, para se të flasim për aktivitetin tuaj, e përmendet edhe më herët, pra është një dëshirë, një vullnet që e ka pasur gjithë brezi, por ju vetëm brezi juaj edhe brezat e tjera të mëhershme, pra që Kosova të jetë e lirë, të jetë e pavarur. Sot pas një kohë, pra pas çlirimit të Kosovës e pas pavarësisë së saj, sigurisht që keni bërë shpeshherë dhe bëni reflektime të asaj se çfarë ka kaluar Kosova dhe si është sot. Sa jeni i kënaqur ju? Krenare, spari intelektuali kur nuk është i kënaqur me situatën, çdo herë kërkon më shumë. Po unë realisht mendoj që në lëvizjen për pajtimin e gjaqev e kom pa sa popull madhështor kemi, çka populli është në gjendje me bë për Kosovën. Edhe me një udhëheqje më të mirë, me disa hipoteza më të mëshme të kishte bërë qeveria jonë, ne sot ishim kohë shumë më mirë. Unë përmenda vetëm arsimin, po pritshmëritë tona kanë qenë shumë më të mëdha. Mirë, po nuk po shpresojmë që do i realizojmë. Do i realizojmë. Se nuk jam shumë i kënaqur. Pra një entuziazëm shumë i madh para luftës, pastaj një ndryshim pas luftës. Po, thë keni shok, na ka ndodhur sikurse në futboll. Njeriu shpreson me dhanë gol, po pasi ta jep gol pak që orientohet, e arritëm qëllimin, u çlirum. Gjenerata jonë ëndër e ka pas këtë. Edhe më na pa thonë dikush që edhe mbas çlirimit do kemi disa probleme, kur si kishim paramentuar. Se probleme mes vete, pra. Gjatë pajtimeve gjaqeve, Anton Qeta ka pas një tregim që shpesh e thoshte mu pëlqente, po ka pas domethënien e mirë. Ai tregonte se si dy vëllezër ko kanë hidhnu diçka mes veti, edhe s'pas kanë folë. Mirë po nana ka jetu të njeni për i tyre, ata kanë jetu në fshatrat e ndryshëm. Edhe nana i ka thonë djalit, qëmë të djalit tjetër. Po ky nuk po flet me to, janë hidhnu keq, edhe s'po mundet me. Edhe që nanë sot, që nesër, që sot, që nesër, po dikur nana po insiston, nana. Edhe ky dikur, themi kështu, s'ka qare, merr nanën e hypën kerë, po kur hynë atë fshatin tjetër, pas ka pas pushkën edhe ka gjujt për pjetë 2 herë. Tash me pyet nana çka bane, pse do të vrava një dreq që ka pa hyrë mes neve.
dhe se për hir të nanës duhet me vra dreqin. Edhe ne ishdesht mi vra do dreqin që kanë hynë mes vllazënve mes për hir të nanës. E tash nana ndash mere Kosova, ndash Shqipëria, po. Tani flasim për aktivitetin tuaj kombëtar, pra që nga vitet e 90-ta, si u bët pjesë e kësaj lëvizje? Aq fisnike? Kjo foto është nga pajtimi i parë që ka ndodhur në Raushiq me 10 shkurtnimi 1990. Unë atë kohë isha profesor në gjimnazin e 5, po krenare nëse ndonjëherë edhe lot pikin mësu se janë emocionet e cilat edhe me mosh njeriu nuk po mundet me i kontrollu. Situata në atë kohë ishte protesta çdo ditë, edhe pak drejta që i kishim Serbia na i mori me ato ndryshimet kushtetuese, edhe kur i pat një pa drejt populli reagon. Populli shqiptar ka ditë momente caktuar, mirë po reagimi nuk ka veç me protesta, po është edhe a ditë në pej vrahen 3 vetë, 3 protestues. Atë natë ministri i punëve të brendshme i Serbisë në televizionin serb deklaron që sot janë vrarë 3 shqiptarë në pej, po nuk i kemë vrarë na. Po dihet që populli shqiptar ka gjakmarrjen, edhe janë vrarë për hir të gjakmarrjes. Një nxënëse imja, Have Shala, e cila në atë kohë ka qenë një ndër organizatorët edhe protestave dhe që moshën 18 vjeçare e feston burg, themi, se si nxënës e gjimnazit ka para në burg. Ajo vjen të nesrit në pej, njeriu e parë që takon është Mirveti Dreshaj, prap shoqe e klasës. Unë kom pas fatin që jam konë kujdesarit e dyjave, edhe i thot na duhet me ba diçka për pajtimin e gjaqev, sepse lidhet edhe me një rast tjetër, që është njeni nuk ka mujt me shku, me dalë protesta në atë kohë, edhe pse po përmendi këte, që është shumë rëndësi me cek, që iden për pajtimin e gjaqev nuk e ka dhanë as profesor Anton Qeta, as Zekiria Cana, as Mark Krasniqi, as Ramiz Kelmendi. Lëvizjen për pajtimin e gjaqev e ka dhanë një vajzë e quajtur Have Shala. Njëri i parë me të cilin ka bisedu, ka qenë Mirveti Dreshaj. Edhe lëvizja për pajtimin e gjaqev, kur, po përsëris kur, nuk ishte qenë e suksesshme sa ka qenë, po mos ishte roli madhështor i nënave dhe motrave tona. Prej ides deri te falja, se momentet kur falshin nanat gjakun e djalit Astretit ishin të mërshme. Nuk me të ke kush pa kajt. Këtë rol da fatkeqësisht kur se mujt me të regu aq sa duhet. Edhe kur nuk ja u kemë dhanë meritat nanave dhe motrave tona për rolin e tyre madhështor që e kanë pas në këtë lëvizje. Cilat kanë qenë këto rastet më të vështira pastaj të punës suaj në teren, sepse nuk ka qenë lehtë që të trokitet në dyert e familjeve që kanë humbur më të dashurit e tyre, për të kërkuar që ta falin gjakun e djalit, vajzës apo nipit? Krenare, unë sarë që flasë për pajtimin e gjaqev, jam krenar, po zërë frigohem që më mungon fjallori me të regu madhështinë atyre që kanë falë. Mirë po zërë kom thonë që herojt të vërtet dhe të vetmit televizës për pajtimin e gjaqev janë ata që kanë falë. Prej Anton Qetës e të poshte, ne kem qenë veç argat. Ata janë herojt vërtet. Ata e bajnë madhështinë e lëvizjes, e bajnë ata që kanë falë gjaqe. Ka qenë jashtëzakonisht vështirë. Natash sa ka qenë vështirë. Na sot i dhënohem me njëri tjetrin nëse ta thuni fjalë. Unë e di shokët e mi më të mirë nuk flasin, a më e mirë është Barcelona, është Reali. Po. Profesor të universitetit, nuk flasin me zveti me vite kemi raste, pse vajzës teme edhe e 7-shës ja dhe e 10-shë. Mirë po, lëvizja për pajtimin e gjaqev është bërë dhe gjaqet janë falë për interes të Kosovës. Pra interesi kombëtar në atë kohë ka dominu. Dhe interesi kombëtar ishte i vetmi interes për të cilin janë falë gjaqet. Nuk ka pas tjetër interes. Kosova ishte mbi të gjithat. Unë disa herë kom të regu kur një vajzë shkum në një odë burrav, edhe ai vllaun e kishte mësus, ai po thotë unë e fali po motra. Erdhë motra na tregoi rastin. Qysh babën e kanë rënë prezent saj,
duke dërguar në spitalin në Pej, apo në një qytet së më rëndësi, baba i ka thonë, amanet e kine se vdes, mos ma falë gjakon. Tash kjo tha, baba ka vdek në spital. Unë normal që i kom thonë, amaneti, që ka me ba tash? S'kishtë që ka me thonë, po kur s'kishim që ka me ba, toni këtheshim kryt ka profesorant të nqeta, edhe këshishim ato. Qfar, si reagon taj? Ishte madhështor, kishte për gjithë situatë, dinte që ka me full. I tha, po, na po të kuptojmë, pa mund është me ardhë me në ndihmu në rase tjera. A e po, tha, vi me knaci, unë ndihmoj, erdha ditë, edhe pa u që dhe rase tjera nuk jënë të leta. As një gjak nuk është i letë. Mirë për njëri u me ndonë që ato që ka të ka ndodhë ty, si ka ndodhë kërkuj. Erdhe edhe të nesit ka mes dita se ishim me ta, me profesor Ramizin duke të Anton Qetin kërë. Tha, po shkojmë, po flasë me vlaun. U kuptu që mirë për rrugës, kërkoj mundal të vorri babes, shkoj, kajti sa mujti. Pra u pajtua në fund që të falë? Po, kërkoj falje babes, që nuk po mundet me mbajt amanetin. Po, e ta një fjali kësisoj, nevoja e rinis Kosovës, ko ka ma e madhe se amanetit që ta kom thonë. Në thonë, gjatë që t'jënë falë, ne me në të rinis Kosovës, ne me në të armëris Kosovës. Gjatë që t'jënë falë për Kosova, t'jetë një shtetë, ku drejtësia e thot fjallin e vetë. Prandaj po them, kjo lëvizje ishte madhështore. Edhe tash, këm analizu një ditë, ne në historinë tonë kemi shumë lëvizje. Mirë po ne shumë herë kemë ditë me thonë, demonstratat e 81-ës, ideja ka rrjetë prej Sërbëve, kjo lëvizja demokratike o themelu, UÇK-ja, gjë herë kemë ditë me lëvizja për pajtimin e gjaqeve, është vetëmja lëvizje, me sa djune deri sot, që nuk kom dëgju asken që ka thonë ka qenë iniciuar prej Sërbëve, ose ju ka kontribuar Sërbëve. Pa. A ka pasur raste, profesor, që nuk keni arritur familje t'i pajtoni? Që kur nuk është suksesi 100%. Pa. Ka, mirë po, profesor Anton Qeta në atë kohë na këshillonte. Ka pas një shprehje thë që as me miq, as me anmiq gojën mos e vlliq. Edhe nëse nuk na falin. Mos u shprehni se ndonjëherë dhimbta, emocionet, nuk i dim na. Unë që më konë në një rast, të rekoj kënë mikimi në Tika Kadrenica. Dhe një net, ja kishin ra 2 vllazën. Edhe kreqa kishin atodën e burra, e kishin fotografinë e 2 vllazën në mbas. Edhe kur profesor Antoni e bindi, unë ngrit në kambë, u kthy ka vllazit, bërtiti me emna. A pe dini që kam duhet me ba? A pe dini që për hatër të Kosovës, po duhet me falë gjakon? O kthy tha ka Anton Qeta, edhe kur ka zgat dorën, ka humbë vedijen. Edhe atë rodeshtë me ujë, me a kthy vedijen, me prit 1 orë marë në vetje, me lonë për... Do me thonë shumë shtirë me falë gjakon. Po për hirë të Kosovës. Për atë unë them, ky popull ka dhanë shumë për Kosovë. Cilat kanë qenë, profesor, motivet më të shpeshta që kanë quar shqiptarët, themi kështu, vllavrasje? Na kur nuk i kem analizu pse ka ndodhur të vrasja. Edhe profesor Anton Qeta të kem mos merre me të kalumen. Se sa ma shumë që merre me të kalumen, pajtimi është ma i vështirë. E kalumja kur nuk na ka ndihmu. Se çdo kush e ka të vërtetën e vet. Të dy palët, edhe tash njeni thoshte diçka tjetër, jo, mos merren të kalumen. Gjaqet, falja gjaqet, i duhet Kosovës. Do të shohim edhe fotografia dhe do t'i komentojmë. Na tregoni pak. Kjo është fotografia Anton Qetës nga pajtimi i parë në Raushiq. Në Raushiq. Pra pajtimi i parë ka ndodhur në Raushiq. Pa tregu ma vonë, se këta kanë qenë në rregull 2 familje, thot, kur ju kemë përcjell juve, se na quajshin krushit e pajtimit, kur ju kemë përcjell poshtë, i kemë thonë këti, hajde nalë ta pim kaj kafe, është kulla në katin e 3, është renovutash. E thot, pa dal ju mirë prej fshatit, i kem pa fëmijët me 2 familjeve të luajtë futboll. Dobi televizjes. Rezultatet e para. Po, do me thonë, ata që deri mbram kanë mendu, qysh mu vra me njëri tjetrin. Pa dal na mirë, kanë luajtë futboll. Pra se cili pajtim i juaj ka quar deri në fund, nuk ka ndodhur që pasaj përsëri të kriset. Është mbajt fjala aty kur ja, me sot diune, deri me sot. Askush nuk është anku që dikush nuk e ka mbajt pajtimin, edhe është interesant që ala një njeri nuk më ka thonë, jom pendu pse e kom falë.
Edhe kjo ka shumë rëndësi, sigurisht. Edhe pse në fillim kur jem shku, falja dukte pa mundur. Mirë po, më të regu si edhe domosdoshmëri. Këtu ka qenë bashkimi i parë themi shqiptarëve, sepse për ta luftuar armikun, fillimisht duhet me qenë bashkë vetë, me zveti. Prandaj thash edhe ka qenë ndoshta iniciativa e para që ka hapur rrugën pastaj edhe për themelimin edhe të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Po, ne kemë thënë disa herë që na nuk kemi luftu me pushkë, po çdo pajtim ka qenë një pushkë kundër armikut. Sa ka zgjatur, profesor, kjo periudhë? Kjo periudhë është prej 10 shkurtit kur ka ndodhur pajtimi i parë, deri me 1 maj, kur ka ndodhur tubimi te Verat e Lukës janë 80 ditë. Do të thonë për 80 ditë kemi arritur me mbledh diku 500.000 vetë. Lëvizja për pajtimin e gjatë ka zgjatur edhe një vit e diçka. Ja përshojmë edhe fotografitë të tjera. Kjo është fotografi prej pajtimit parë. Edhe është më rëndësi që ky plaku ishte një haxhi, pajtimi i parë u bë me Kur'an. Ne u bë me Kur'an pse njëna familje kërkoi që me bë be me Kur'an dikur. Edhe kur bën be me Kur'an, u bë pajtimi edhe shku. Kur mas 2 muajve një gazetar i huaj. Po vjen edhe po më pyet, çu ka ndodhur pajtimi i parë? Unë pi tregoj, kështu. Zoti Krasniqi tha, mos jeni gabim se me Bibel, jo me Kur'an në konë, pa Anton Qeta tha dhe Kur'ani nuk shkojnë, tash jo të na shkojnë. Edhe derisa ai gazetari e ka përmend, kur kush prej neve nuk ka mendu Kur'ani, Anton Qeta, aty nuk ka qenë temë bisede, harmonia fetare ka qenë në nivelin më të lartë. Te gazetari huaj kur tha të na u keshim me profesorin, të ishim qysh profesor me Kur'an. Pra nuk ka qenë feja themi kështu në radhë parë, ose nuk ka qenë pengesë tek asnjëri, as tek Anton Qeta e as tek Marko. Te asnjëri s'ka qenë, se bilem kujtohet te profesor Marku. Erdhi një gazetare huaj edhe në një moment po thotë, profesor ta flitet që shqiptarët në Kosovë po mundohen për një republikë muslimane, që ju shqiptarët e besimit krishter nuk keni në të njëjtat nivele. Kështu ajo tha, po e vërtet është. Sa e përdore një fjalë të diskriminuar. Po, që kjo është një fotografi me profesor Marku në gjatë pajtimeve. Edhe profesor Marku pi thot, po e vërtet është. Po thot, sot që një shembull, ana vrete sot, kjo po thot, po, neve na quajnë krushtë pajtimit. Gjithë krushqit e pajtimit ta kanë qenë janë musliman. Ju prinë një katolik. Qaj katolik jo mone? Apo duke që jemi të diskriminu. Tash, ju gazetarët ka herdinimi po të pyetje pak ma, a për thot gazetarja tha, profesor, kjo mundet me qenë rastësi. Nëse është rastësi, shkotan Drenic, atje ki profesor Anton Qeten. Nëse është rastësi, populli jonë, hero kombëtare ka Gjergj Kastriotin dhe Nën Terezen, asnjëri që janë musliman. Apo duke në rastësia, do në shembuj tjerë, jo, tha, mjafton. Do të thonë, harmonia fetare ka qenë ajo shtylla e dytë e lëvizjes për pajtimin e gjaqeve. Se shumë herë na kanë pyet gazetarët, sidomos të huaj, si u arrit që për 80 ditë më mbledh 2 milioni njerëz. Edhe arsyeja ka qenë se lëvizja për pajtimin e gjaqeve ka pas 3 shtylla. Ka pas, kjo është në raush, jo, në Strellës më duket në një vend. Rinia, plesit, gjithë intelektualët, gjithë së bashku. Edhe, thash, shtylla parë ishte roli i nënave dhe motrave tona, madhështori pa përsëritshëm. Shtylla dytë ishte harmonia fetare, edhe treta ndërshmëria udhëheqjes. Anton Qeta mu vjen keq që kom cek një materialisht ka vdek i varfër. Nga 10 markat i kish marrë për çdo pajtim, ai në atë kohë ish bo super i pasur. Po as sot po them pas 36 vitesh, nuk del askush me thonë, i kom dhënë 5 marka për një pajtim. Pra gjithçka ka qenë në formë bamirësie me një mision të vetëm që të pajtohen shqiptarët mes vete. Interesi kombëtar. Do të thonë është bisedu vetëm për interesin kombëtar. Bile unë kom thonë s'guxoj me mendu. Si do t'i kishte Kosova sot punë që më pyeten fillim, po t'i kishim këto 3 shtylla që i kishim kohën e lëvizjes. Ta kishim rolin shumë ma të fuqishëm të femrës shqiptare, ta kishim harmonin fetare. Pse mendoni që harmonia fetare sot nuk është në nivelin si që ka qenë atëherë? Unë mendoj që le për të dëshiruar nga pak. Nuk është në atë kohë, se ndryshe ke mendu në atë kohë.
Në atë kohë kem pas për shembull i peshkvin ose krye'imamin që në fjalimet e tyra kur se kanë përmend. Edhe ti s'ke ditë a është i peshkv, a është hoxh, a është musliman, a është katolik. Ti e ke për shembull fjalimin e një hoxhës Mullaj Idris Kukruki ka qenë. Ai thot publikisht bilem po duket në një kishë është dikun. Prej sot nuk ka shqiptar të besimit krishter, shqiptar të besimit musliman. Të gjithë jemi të një barku, të një nane, të një gjuhë. Këtë dhe thot një hoqë. Është edhe një video incizim dikun. Në më thonë... Ja, po e shohim pra edhe këtë fotografi tjetër. Moskov, si kjo që shihet që marë Krasniqi, shihen dy hoqë, Bajram Kelmendi, Esat Savileci, kush është Azem Shreli, të gjithë janë musliman, vetëm Mark Krasniqi është që u prinë. Që u prinë është katolik. Po nuk u bisedu në atë kohë për to. Po, nuk ka qenë tem e bisedës, pra s'ka qenë e rëndësishme se a je musliman apo katolik. Ka qenë e rëndësishme marrë të e pajtimi. Dhe keni pajtuar familje edhe muslimane dhe katolike. Po, ka pas raste. Edhe jem shku si në kish, si në gjami, si... Po. Ku do që o të regu rasti që do të falet një gjak? Qka do që ka kërkuaj? Do në kish, jem shku në kish, do në gjami, jem shku në gjami. Qfar e karakterizon të Mark Krasniqin dhe Anton Qetën, me qenë se keni qenë gjithmonë krah tyre, qfar mbani mend nga ta? Pra kohë pas kohë po i përmendni edhe ato se qfar u kanë thënë ata, por qfar do të ndanit me ne? Po, shqo, mi qasia me profesor Anton Qetën, me profesor Mark Krasniqin është vlerë monumentale, se gjërë prej tyre ke pas ka mësën. Unë të rëgoha për shumë Anton Qeta në thoi ke ma mirë me të rëshit, koma se me të rëshit goja. Keni kujdes në fjallë. Pri profesor Anton Qetës e kom pasë është fuqia fjallës e madhe. E fjallës mirë, po mendoj. Që vetë me normë që e ka pasë profesor Anton Qeta, në atë ko ka qenë fjalla dhe levizja. Në shtetin se kem pasë, që nga kanë dihmu, pare nuk kem pasë. Prandaj vetëm në interes kombëtar, të cilin profesor Anton Qeta e ka shpreh mënyrën më të mirë të mundshme me anë të fjalëve. Edhe Anton Qeta bilet e kom treguar një herë poshtë tregim se në 2 shtatore që ekzistojnë Kosovë për profesor Anton Qetën, ekziston shprehja që obligimet ndaj çështjes kombëtare nuk kanë kufi. Edhe më kanë pyetur si ka rrjedh kjo. Kom treguar që në një odë unë jeni që ja këshin ratë tafrëm, na i po thotë, nuk muj ma me në fund t'i bi shkurt, nuk muj për qarqje kombëtare, se të njetën ja kom kushtu qarqjes kombëtare. Edhe nuk muj ma me punu për qarqje kombëtare. E të na profesor Antoni po thotë, shqo, kjo odë, kjo Sove Burravi ka kufit e vetë. Kosova i ka kufit e vetë. Edhe gjithësia i ka kufit e vetë. Po ekziston një gjë që nuk i ka kufit. Tash ai pyet e qka s'ka kufi, profesor? Tha, obligimet ndaj çështjes kombëtare nuk kanë kufi. Po mira, e thoj kështë shumë ma mirë, dhe askush nuk mundet me thanë që unë i kom kry. Prandaj, as ju nuk mundet me thanë që i kom kry, po që o burë zgat në dorën fali gjakun. Edhe njëri u, mësëm s'kish qare pa uqu e fali dorën. Prandaj, porosia profesor Antonit ka qenë që obligimet ndaj çështjes kombëtare nuk kanë kufi. Nuk kanë kufi, pra s'kanë fund, themi tani këtu mbarojnë. Unë kom luftu edhe tash i kom kry obligimet. Ose unë jem konë me LDK-n, ose unë jem konë pajtimin e gjaqës. Shohim edhe fotografit e tjera, sepse veç koha po kalon, do të mundohemi që ti komentojmë në pikat të shkurtra edhe fotografit e tjera të mbetura. E tani, po shohim një fotografi është libri juaj, pra ABC kompjuterëve. Si profesor i gjimnazit kom dhanë informatik, edhe në vitin 1996 se kom botu librin e parë për nevojat e nxënësve në atë kohë, librin e parë në Kosovë, me sa dione, se në atë kohë s'kem pas librari e kështu, për kompjuter dhe kom qujta ABC kompjuterve. E kemi edhe një fotografi tjetër që kemi nënvizuar, pra një fjali brenda librit tuaj që përkon me ditët e sotme. Po, në atë kohë e kom shkru që në një të ardhme të afërt, edhe tek ne shumë njerëz, vendet e punës do t'i kenë në shtëpit e tyre pranë kompjuterve. Kjo ka qenë para 96, para 30 vjete. Edhe di në atë kohë që edhe profesorët e gjimnazit bëjshin ajgari me mu, rriseshin e rroga na vjen shpi, a kemi marrë në gjimnaz me marrë. Se s'kem pas ide. Se si do tjetë koha sot, pra, si që është tani. Edhe si do tjetë, ndoshta edhe më tepër në të ardhmen. Në të ardhmen shumicën e vendeve të punës në për shtëpia do t'i kemi. Në për shtëpia, po.
Shojmë edhe fotot të tjera. Po, kjo, profesor? Po, kjo është edhe në kohët luft, para luftes, në pej, me ndihmën e zejtarëve të pejes, me ndihmën e argjentarëve. Su në kom thonë që arshin e gatë, ti si pejone e din që arshin e gatë, na e kem pas si bankomat. Për çfarë do nevoje, për çështje kombëtare, ne jam shku të argjentarët. Edhe në atë kohë nuk di që na kanë thënë jo. Unë thonë për aktivitetet e mia. Prandaj çka do që themi për ta është e pakt. E patëm formu fondacionin Haxhi Zeka për me dhanë bursa për studentët të Universitetit Prishtinës. Edhe në mbuj kishte konkursi, çdo student i komunës Pejës që ka pas notën mesatare më të lartë se 8, ka marrë 100 marka në muajt. Pra, ka rrjedh prej Pejës kjo? Po. Edhe vetë studentat e Pejës se kanë pas këta, edhe atër pa dalë bujku, e kun pa bo buj, se kanë pa marrë shkrujnë edhe donatorët aty edhe studentat edhe, se ideja ka qenë që studentin komunën në Pejës mos pyet kush antar komisioni. Na i thëshim studentit, bënë ti notën mesatare më të lartë se 8, mos me ndoto. Se të ne zakonisht edhe në atë kohë kush antar komisioni, kush i ndan, kështu kriteri vetëm ka qenë nota mesatare, që mendoj që duhet jetë edhe sot. Po, sigurisht. Të shohim edhe fotografitë e tjera, sepse po mundohemi që ti përmbledhim të gjitha. Të mendojmë Shqip. Mendojmë Shqip, kjo është një ide imja që e kom fillu dhe do e vazhdoj me punu, se mendoj që një ndër problemet si shoqëri që i kemi, si shoqëri shqiptare, që ne nuk mendojmë Shqip, nuk mendojmë si komp. Unë mendoj si Pejon, ai mendon si Trënicak, ai atje mendon si Labëris, ky veriut Shqipëris mendon ndryshe dhe gjithë mendoj që është koha fundit, që sidomos intelektual ton, edhe politikajt, duhet mendojnë Shqip. Kjo është një aktivitet që e kem pambajt duket në Universitetin Amerikan, një ndër aktivitetet, ku i kom pas zgjedh 3 shqiptar, një të Shqipërisë, një të Maqedonisë dhe një të Kosovës, po që edhe i kanë 3 fetë ndryshme. Një ortodoks, atë Nikol Marku, ka qenë një musliman Kim Mehmeti dhe profesor Mark Krasniqi, edhe tema ka qenë të mendojmë Shqip, të mendojmë si komp. Mjaft ma mendojmë në mënyrë parciale. Duhet mendojmë si komp, edhe të punojmë. Se mas pari duhet mendojmë, pastaj të punojmë si komp. Sigurisht. Profesor, ju gjithashtu kohën e fundit, pra, jeni marrë edhe me politikë, keni qenë kandidat në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Edhe këtë foto pra e kemi me Ismail Kadarin. Ta komentojmë, pastaj flasim edhe për politikën në fund. Kjo është kur zoti Kadare ishte në Pej. Unë kom pas fatin që me Kadaren jem taku 3 herë, po jem taku, kjo është merita Azem Shkrelit. Se Azem Shkreli e ka pas mikun më të mirë Kadaren. Edhe pastaj kujtohet kur folka Azem Shkreli për Kadaren, edhe kishim e shku një herë bashkë të Kadareja. Edhe po më thotë Rizë, kur ka qenë Kadareja në Prishtinë. Kem ndaj ta gjithë ditën, mbrëmja i ka shku në hotel, nesit e pyta, Azem që shkalove, tha jo mirë Azem. Pse atë, mendova mos ka pas probleme gjatë gjumit, të Azemi më të regante. Jo se mbas i ke shkuti, kanë ardhur disa studenta, edhe kanë thonë, a bën me pini kafe me juve. E kanë qu portirin e hotelit, edhe ky thot po me knaci zbrita poshtë. Edhe bisedum dikur rreth 1 orë e gjys. Pa asnjëri prej studentëve nuk më pyeti asgjë për veprat e mia. Për grup, për fëmijë, për disa gjëra, thotë u shkënjeva pak. E më paton Azemi, lexohet një Kadaren për më shku te ai. E mos të flasim për... Edhe të na Kadareja, mbas vdekjes Azemit, unë shkova dhe e pyeta për Azemin. Se patëm botu një libër për Azem Shkrelin, edhe për pyes thash, e ky po të regon, tha, unë e vlla nuk kom, po si vlla e kom pas Azemin. Thash, a mundën i ndonjë detaj? Po, tha, kur kom qenë Prishtinë, vetëm me Azemin kem bisedu për mungesën e lirisë. Ne na ka mungu tjetër lloj liri në Shqipëri, Kosovës i ka mungu tjetër lloj liri. Edhe qysh marrë deti liria. Po asun as Azemi e thot, nuk e kemi ditë në atë kohë, nuk kemi, se duhet me ra socializmi si sistem që Kosova dhe Shqipëria ta fitojnë lirinë. Do të lusë regjin tani që edhe fotografitë të fundit i postojnë në ekran, ja po e shohem pra edhe
fotografin tuaj si pjesë e listës e Lidhjes Demokratike të Kosovës, pse vendoset që të bëjeni pjesë e politikës dhe e LDK-s? Po, isha në fillim që ta të zhgënimi. Zhgënimi se ne kemi mendu në një kuvend ku do t'jenë kokat më të mira të Kosovës. E kurse kom mendu që ne do t'a zgjedhim një kuvend ku ne s'kemi çka dëgjojmë aty. Ku ne do të skuqemi. Edhe është një shprehje se ne gjithë ankohemi në papërgjegjësinë e politikajve tonë. Pra po lidhna me Azem Shkrelin, Azemi e thoshte, papërgjegjësia e askuj nuk na liron nga përgjegjësia që ne kemi për atë dhënë. Nuk mjafton me thonë, valla kryeministri është i papërgjegjshëm, valla ministri i ekonomisë i papërgjegjshëm, edhe me pi një kafe edhe me thonë ditën e mirë. Çdo kush kemi obligim që të kontribuojmë për kombin deri në momentin e fundit. Prandaj, zhgënimi me politikajt tonë, të themi më detyroj, që të hyjmë politikës, edhe të mundohem me badi. Të mundohem me ecë pak për para, se unë e kom thonë shumë herë se thojnë familja shteti, unë thonë shteti është më me rëndësi. Se një shtet i mirë, edhe një familje mesatare, e ngrit, e punëson një krynë. Kurse një shtet jo funksional, na humbe dhe familjen. Jene sot pjesë e LDK-s? Po. Si i patë këto zhvillimet e fundit të brëmshme konkretisht kuvendit? Do shta të regova të regimi me dy vllazën. Është koha me vra një dreq që ka hynë mes aty edhe dihet kush është ky dreq, profesor, apo jo? Puna? A e dini se kush është ky dreq që ka hynë në mes të vëllezërve? Si që, Renare, une jëm konë mik me profesor Anton Qetën shumë kohë. Jëm konë mik jo si me profesor Anton Qetën, po më ka ra me Ibrahim Rrugoven. Këta dy dollë të mi, asë njeni njetë të vetë, nuk i kom di kur të i folë keq për dikon tjetër. Tash me folë për lëvizjen për pajtimin e gjaqeve, me folë për doktor Ibrahim Rrugoven, e me folë keq për tjertë, nuk të shkon. Nuk shkon. Faleminderit, profesor, që keni gjetur kohën të jeni pjesë për herë të parë, sepse sigurisht që do kemi mundësinë që sërish t'ju ftojmë në emisionin personale, do të ndalemi tek temat më konkrete. Sot jemi munduar pra të kemi një përgjithësim të gjithë punës tuaj, gjithë angazhimit tuaj, po ashtu të flasim edhe për familjen tuaj. Dëshiroj shëndet në radhë të parë, pastaj edhe suksesin punën tuaj. Krenare, shumë faleminderit për ftesë. Kënaqësi. S'po besoj që u kry. Kënaqësi. Shkuan shumë shpejt minutat. Faleminderit shumë. A i keni minutat ma të shpejt ju këtua? Kështu si duket është. Faleminderit, profesor. Faleminderit për juve. Miq të dashur, faleminderit për vëmendje. Do takohemi javën tjetër me një tjetër personalitet. Deri atëherë, natën e mirë dhe mirëmbëjtje.